Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Itali, do lidhem me një zonjë e cila propos që do t'rregojë rrëfimin e jetës së saj ka për të bërë një denoncim. Sepse përpara disa ditëve në live me mua unë kam patur një zotëri, një shqiptar me emrin Gazment me banim në Itali, i cili është shokuar kur ka dëgjuar se partnerja e tij që sapo kishte lindur do dërgonte foshnjën në jetimore. Por Gazmeti kishte një të shkuar, ka qenë i martuar dhe ka pasur 2 fëmijë. Dhe gjatë atij live-i ai denoncoi edhe ish gruan e parë se kjo e fundit i pengon të takojë fëmijët dhe ky baba tregoi që sakrifikonte gjithçka për fëmijët e tij. Për gjithë ata që nuk e kanë parë atë live kur Gazmeti ka qenë me mua, me gjithë problematikat që kishte, dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi sërish bashkë. Tani, ajo më tregoi tekstualisht që është ndarë me ju dhe ju e keni braktisur. Jo, zonja dashur, nuk është ndarë me mua zonja. Zonja ka iku kush e di sa herë nga shtëpia dhe unë kam mbledhur nga shtëpia. Zonja ka probleme me trujën e kokës. Zonjës ti bëhet denancim dhe ti që të drejtën prindërore si nen. Sepse po kërkon të braktisë një fëmijë. Por ju jeni ndarë apo jeni bashkë? Jo, jemi bashkë. Jemi bashkë. Jo jemi ndarë, po jemi bashkë. Po si tani ajo nuk të pyeti fare ty për këtë fëmijë do ta çoni jetimore apo jo tani se Fare. Unë nuk di gjë fare për këtë pjesë. Po çfarë gjëra? Zonja, as telefoni nuk më hap zonja më. Ja ç'a bën zonja. O Gazment. Ashtu shtëpi për vetëm dhe telefoni nuk e hap. Sepse më kanë detyruar të tjerët. Kush të ka detyruar? Kush më ka detyruar? Kush? Kush më ka detyruar? Të tjerët më kanë detyruar për fëmijën tim. Kush të tjerë? Të tjerë. Se këtu ka ligje. Ka ligje, ka shtet. Fëmijën e vej atje. Unë fëmijën nuk e lej atje, gjallë e vdekur. Kush të ka detyruar? Kush të ka detyruar? Po, fëmijën nuk e lëshoj. Fëmijën nuk e ka lëshoj. detyruar? Zonja dashur, kush të ka detyruar ty dhe unë nuk e di të gjë. Tim vlla. E dëgjon zonja Odet? Po, tim vlla më ka detyruar. Nuk ka shans Odeta, ai fëmia im të shkojë në gjendjet atje ku mendoni juve. Hiqeni nga mendja. Ai fëmijë vërtet nuk ka regjistruar në emrin tim dhe mbi emrin tim dhe nuk ka marrë aktsin time. Po nuk ka shans. Nuk ka shans. Ku vajja zonja që miku prapë? E shikon ç'a bën zonja? Nuk ka fëmijë të vënë në shtet. As letra nuk do bëhen për në shtet. Nuk ka vdekur si baba. O Gazment, mund të më dëgjosh pak të lutem? Të dëgjoj shumë mirë dhe po të flas tamam si një prind. Nuk kam arritur unë në atë gjendje të çoj fëmijën tim në shtëpi jetimores. Ore ty bravo të qof dhe unë uroj që ai fëmijë të rritet me ty. Mund të më dëgjosh pak? Do rritet me mua ai fëmijë. Po nuk i ke aq mirë gjërat sa flet me garanci. I kam se do t'i bëj unë të gjitha. Prandaj kam lënë zonjën atje dhe kam ardhur në Itali për të marruar punën e mia. Dhe kam thënë zonjës si njeri, kur të mbarosh divorcin me burrin tënd, do vi unë do regjistrojmë fëmijën. Kështu kam lënë me zonjën unë. Nuk e di unë çfarë ka paralisur ty zonja në telefon dhe kush i bën presion zonjës, dhe dëgjove mirë ata që bën presion vllajt. Dhe faktike është e vërteta që asaj i bën presion vllajt. Që të ka marrë ty në telefon. Dhe këtë e di unë mirë. Me gjithë ish burrin e saj. Po mirë mo, tani fëmia jot bën presion kunati, ti nuk je i aftë i zgjidhësh këto gjëra? Nuk flasin ata njerëz, nuk kanë folur kurrë me ata njerëz, nuk i di se kush janë, me pak fjalë. Nuk i di se nuk mi ka prezantuar zonja, se ka vlla, se ka motër, se ka tezë, se ka baba, se ka asnjë. Se zonja është jetime. Prindërit e saj kanë ndarë. Më ka gënjur, më ka mashtruar gjithë ditën e paqe kam njohur. Më ka thënë kam 7 vjet jam ndarë me burrin dhe me burrin e saj nuk është ndarë akoma. Vetëm me gënjeshtër e mashtrime. Absolutisht asnjë gjë tjetër. Duke kapur me mesazhe me shkruar për burrin e saj, duke kapur me mesazhe me shkruar me dashnorët e saj tjerë prap. Edhe akoma e ka në shtëpi, ato lloj femre. Pse se kam një fëmijë. Gruaja e parë e Gazmentit, Paula, nuk është ndjer mirë kur i kanë ndjekur këto live-et, sidomos fëmijët e Gazmentit nga martesa e parë, ku janë të rritur dhe sidomos vajza e cila është në një moshë madhore dhe i kupton të gjitha. Nuk është ndjer mirë kur ka mësuar se motra e saj e vogël nga babai mund të përfundonte në jetimore. Por ish bashkëshortja nuk është ndjer mirë kur ka dëgjuar bashkëshortin, ish bashkëshortin se ai e ka akuzuar se ajo i pengonte takimin me fëmijët. Sot ajo ka marrë guximin të hyjë në një live dhe të tregojë të gjithë këtë ngjarje. Kështu që habitare dhe ftoi Paulën. Paula, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe juve. Më ke telefonuar dhe më dërgove një mesazh që edhe zëri im duhet të dëgjohet. Më kishe shkruar. Po. E dashur Paula, unë e kuptoj që ti je prekur nga ajo video kur ke dëgjuar ish partnerin tënd. Në fakt ai shumë pak të ka përmendur ty dhe ai ka folur për problemin e tij. Po. Mua
Së pari, atë ditë që kam parë videon, pasi unë më erdhi njoftimi që bësh video live me ju, ishte Vojsava dhe patjetër që e njoha. Edhe kam qenë tek puna, sa po bënim pauzën që të pinim kafe dhe direkt sa po është mbyllur live-i, unë ju kam shkruar, ju kam marrë. Edhe më ka prekur pjesa, sido që t'jen gjërat mes neve të rritura, ai fëmijë është i pafajshëm, ashtu si janë fëmijët e mi. Edhe vajza ime dhe djali ime kanë motër nga babai, dua apo s'dua unë. E vërtet, kjo është e vërtet, nuk e mohojmë dot, as ti, as kush nuk e mohon dot. Dhe që nga ajo ditë që është bërë live me Vojsavën, vajza ime s'ka qenë as pak e qetë. Edhe direkt i çon videon të jatit dhe i thotë që çfarë është kjo video, nuk ju vjen turp që të veja i fëmijë atje, ndërsa i shkruan i thotë që unë nuk di asnjë gjë, unë kam ardhur në Itali sot, por nuk di asnjë gjë. Në rregull, ju kam shkruar dhe doja të flisja, pasi nuk dua që fëmia të përfundonte në jetimore. Është shumë gjëna. Sinqerisht të them, se kam 2 fëmijë vet, edhe kur nuk do doja që asnjë fëmijë në botë përfundonte në jetimore. Siç i kam rritur unë vetëm, ashtu ta rrisi dhe ajo. Dhe Vojsava nuk është nëne 2 vajzave, është nëne 3 vajzave. Vojsava ka një vajzë 14 vjeçe me burrin e saj, po në Saran që e quajnë Arben, ka një vajzë 14 vjeçe. Po, na i ka treguar, nga martesa e parë ka një vajzë. Jo, nga martesa e parë ka një vajzë 14 vjeçe, ndërsa nga martesa e dytë ka një vajzë që bën 8 vjeçe tani në janar, me zotrin Xhezo Zote. Ndërsa vajza e tretë është me ish burrin tim, vajza e vogël që kërkon ta lëri. Dhe Vojsava, zonja Odeta, këtë punë ka bërë gjatë gjithë jetës saj. Dhe mua më vjen shumë keq. Unë e kam ditur, pa ardhur ai fëmijë në jetë, e kam ditur që ajo do bënte këtë veprim. Sepse ta shpjegoj nga fillimi që të jesh e qartë edhe ti. Po, të dëgjoj. Me Gazmendin kemi qenë për 15 vite martuar, që në 2008. Jemi ndarë vjet në dhjetor të 2023-shit. Ende s'keni mbushur vitin që jeni ndarë? Po, ku ne ishim duke bërë procedurat e divorcit, do me thënë dhe kishim vendosur që ta linim njëri tjetrin, pasi nuk shkoni mirë, ai ka një karakter tjetër, unë një tjetër, edhe vendosëm që të ndaheshin. Shumë mirë, Gazmendi iku nga shtëpia, mori gjërat e tij, iku largua, gjeti një shtëpi me qira, po iku me shpresën sepse unë do ta falja. Pasi janë bërë shumë gabime nga ana e tij që nuk mund të faleshin. Edhe iku me shpresën që unë do ta falja. Shumë mirë. Gjatë kësaj kohe vinte i merrte fëmijët. Edashu Paula, më falë që po ndërpres. Ju keni jetuar 15 vite bashkë martes? 15 vite, që nga 2008-a, në janar të 2009-ës unë kam ikur ilegalisht në Greqi, më kanë marrë njerëzit e tij, atje ku ishte Vojsava, atje shtëpia i zhvjerrit tim. Edhe atje kam jetuar për rreth derisa kam lindur djalin. Djali është 9 vjeç sot. Kam ardhur me djalin Faleminderit. Kam ardhur me djalin 2 muajsh në Itali. 15 vite martes i hodhët poshtë, çfarë ka bërë Gazmeti që se fale dot? Shumë gjëra. Shumë gjëra që nuk dua t'i flas, po një njeri që është i pjekur, që është babai 2 fëmijëve, nuk mund t'i bëj. Nuk janë, domethënë me logjikën time nuk janë të lejueshme. Kapur divorcin e parë, kur ka ikur nga shtëpia, ka pas një raport, domethënë vinte i merrte fëmijët. Okej, shumë mirë, i merrte, i binte. Pastaj kur i merrte fëmijët atje ku jetonte vet, vajzës i bënte presion. I thoshte që ti duhet bësh çmos që unë të kthej me mamin, që mami të më fali prap, që mami të më bëj kështu. Kur vajza nuk i bindesh, ai pastaj fillonte edhe më ofendonte. I thoshte që mami jote është e rrugëve, bën këtë, bën atë, fjalët më të pista, gjë që unë disponoj video që ka ndodhur në këtë kohë, edhe deri në momentin që flasim. Edhe vajza pastaj refuzoi që të shkonte te gjati, nuk donte të shkonte. Pasi ai hyri një rrugë të keqe, filloi pinte, rrinte rrugëve, nuk shkonte në punë.
Më pas kësaj njofi një vajzë po nga këtu nga Italia, shqiptare dhe ajo, e ndar nga ish bashkëshorti, me 2 djemë, bashkëjetoj me atë, pa e njohur, pas një gjë, bashkëjetoj me atë vajzën. Gjë që kam video që t'i provoj me të gjitha gjërat. E qartë, ai ishte ndar me ju kur nisi bashkëtesën, jo se ju tradhtoi. U largua nga shtëpia, jo se ishte ndar. U largua nga shtëpia për të qetësuar gjërat. Kupton që edhe i të kthjellohesh dhe unë të kthjelloheshem se çfarë donin dhe se si mund ta çonin përpara. Ai shpresonte se unë do ta falja. Unë faktikisht prisja që ai të ndryshonte. Ai i bënte gabimet një pas njëshme. E mori këtë vajzën, ndërkohë që unë prisja të ndryshonte, ai bashkëjetoi me këtë vajzën shqiptare këtu në Itali. Pra, le të themi që i dha ai fund martesës, jo se ishit ju që i dhat fund martesës. Po. Unë nuk kam dashur ta vazhdoj martesën pasi karakteri tim me timi nuk përputhet hiç. Gazmendi ka një tip, nëse e keni vënë dhe kur keni folur, i do gjërat me sforco dhe me zor dhe të bën si thot Gazmendi. Por janë shumë të gabuar ashtu. Nuk mendon me logjik, mendon me punë momenti dhe i bën gjërat për inat, gjë që nuk i falet. Pasi këto gabime mund t'i bëj vajza që është 14 vjeçe. Jo ai. Ai ishte djegur njerë, flasim, undam nga gruaja, nga fëmijët. Pse duhet gabonte radhë njëra pas tjetrës? Bashkëjetoi me një vajzë. Fëmijët e mi me fëmijët e asaj vajzës ishin në shkollë bashk. Goca ime 14 vjeçe, për ato 3 muaj që i bashkëjetoi me atë, bullizohesh në shkollë. Pasi djali i saj i madh ishte në shkollë me vajzën time dhe i thoshin gjithë shokët që shiko se është fratellastro, domethënë vlla jot nga e kuptova. Nëse unë da me këtë vajzën, mire bukur se e pa dhe ajo që çfarë mendje kishte ky, çfarë i tha, djali mbar rrugën tënde, u rrugën time se më ke bërë me fjalë. Unë da, ka shkuar në Shqipëri. Në Shqipëri nuk e di nga është njohur me këtë vojsavën, në nëndor të vitit kaluar, 2023. Ndërkohë që ne kishim bërë seancën e parë të gjyqit, para nëndorit e kishim bërë seancën e parë dhe ky priste që unë ta falja. Unë shkova në Shqipëri, po në gjyq nuk u paraqita. Edhe i thash nuk të fal. Ky u kthye përpara me në Itali, të dy kishim makina, edhe ai edhe unë. Unë sapo e kisha blerë një makinë, po nuk e kisha hedhur në emrin tim, e kisha lënë në emër të tij sepse i besoja si sytë e ballit. 15 vjet nuk jam pa. Ky nga inati që nuk e fala, u kthye përpara me në Itali, shiti makinën dhe më ka lënë në zero. Në zero. Njofi vojsavën. Nuk e di punë e tij, më intereson. Nëse ne bën gjyqin përfundimtar e kishim në 10 orë, më duket të në 27 apo në 28, nuk jam shumë e sigurt. Po. Kemi bërë gjyqin përfundimtar që do ndaheshin dhe cili nga ne do merrte afirament kujdestarinë e fëmijëve. Kujt do t'i takonte kujdestaria? Po. Unë kam shkuar në Shqipëri, jam paraqitur, ndërkohë zotëria ishte lidhur me vojsavën dhe i kishte vënë një unaz në dorë dhe kishte bërë dhe bufe. Fejesën, po. Po, kishte bërë fejesën. Unë kam shkuar me vajzën, pasi djalin e kam lënë te njerëzit e mi, se unë nuk kam luajtur nga shtëpia ime, unë vetëm kam ecur përpara me fëmijët e mi. Edhe vajzën e kam marrë me vete sepse kërkohesh të pyetesh në gjyq nga gjykata në Berat. Ndërsa djalin e kam lënë tek njerëzit e mi. Shkoj në gjyq atje, paraqitem, mora një avokat, kam marrë një avokat nga Durrësi, jam paraqitur përpara gjykatës në Berat, me gjithë vajzën, aty prisja që të vinte Gazmendi nuk erdhi. Nuk erdhi, dakord më vjen motra Gazmendit me gjithë burrin, edhe fillon direkt me vajzës me kërcënime, me duke i bërë presion, i thotë që pse nuk flet ti me neve, u bere ti të gjykosh baban tend, kush je ti do flasësh me ne se je gjaku jon, domethënë po i bënte ca presione vajzës që nuk ishin përshtatshme. Unë nuk fola fare, ka folur avokati dhe i ka thënë zonjë, të lutem, nëse do ta takosh këtë mbesën tende, shko takoje kur të mbaroj që këtu e kam sjellun dhe është me mua, i ka thënë. Nëse kaloi kjo situatë, bëm gjyqin atje, është marrë vajza në pyetje dhe pyetën i thanë që të ka marrë malli për babin, po i tha. Ke kontakte me babin? Jo, sepse nuk di të komunikoj dhe nuk di të flas. Më ofendon, më shan. E di ku ndodhet babi? Jo, i tha.
Nejse, iku kjo punë, morëm vendimin e gjykatës, erdhëm këtu. Gazmendi ndërkohë ka ndetur tek prindrit e vet në dhjetor, janar, shkurt, në mars ka ardhur këtu në Itali prap. Edhe ka ndendur me vojsavën tek prindrit e vet. Në mars ka ardhur këtu, edhe gjithmonë ka pasur konflikte për fëmijët. Nuk ka ardhur kur zonja Odeta që t'i kërkoj, t'u flas, apo që t'u thoj që keqen babi u mungon diçka, ose t'u flas me dashuri, ose nuk e di, nuk ka një komunikim të mirë. Unë do t'i dërgoj bisedat, edhe atë që vajza ka bërë parë mbrëm dhe i ka thënë që pse të përfundoj motra ime në jetimore. Edhe nuk ka një komunikim fare me fëmijët. Para se të lidhesh me vojsavën, nuk e mohoj, i ka ardhur vajzës, ka bërë vajza 13 vjeçe, i ka dhënë 100 euro në dorë, nuk ja mohoj. Për ditëlindjen e djalit i ka blerë një telefon. Vjet. Që kur është njohur me vojsavën, pastaj Gazmendi nuk ka pasur asnjë kontakt, dhe nëse ka pasur një kontakt me fëmijët, ka qenë vetëm në mënyra tallëse, në mënyra ofenduese ndaj gocës. Kjo është arsyeja që vajza nuk i flet. Jo se nuk e do shumë, çan për atë. I vjen i nat pse ka përfunduar në këtë rrugë, sepse sa ka qenë me mua, nuk ka qenë kështu. Ndoshta nga që unë e kam mbajtur më familjar, më të mbledhur, edhe nuk ka qenë kështu. Tani është bërë shumë keq, edhe vajza këtë pjesë e vuan. E ka baba, sigurisht e ka baba. E ka baba dhe i vimset babai. Normale që ka baba, sido që tjeta i është babi saj. E dashur, më lejon të pyes? Po. Gjatë kohës që ishe në divorc dhe u divorcove dhe Gazmendi kishte nisur me vojsavën bashkëtesën, së është një tjetër histori e tyre ajo që për një foshnjë që nëna do ta çojë në jetimore, Gazmendi nuk do ta çojë në jetimore, uroj që ai fëmijë të ketë bekimin e Zotit dhe të rritet me prindrit. Por gjatë kësaj kohe, vjera me vjerin, kishi raporte, ke raporte me ish vjerën dhe vjerin edhe për hir të fëmijëve? Jo, asnjë raport. Në momentin që sepse unë tani bashkëtoj nga muaji maj edhe këtej bashkëtoj me një person. E qartë, ke jetën tënde. Deri në momentin që unë nuk kam bashkëtuar me këtë person që kam tani, domethënë halla e vajzës fliste dhe komunikon dhe disponoj dhe mesazhe dhe të gjitha në Instagramin tim që kam pas komunikim me hallën e vajzës. Mi kërkonte fëmijët, ua kam nxjerrë në kamer, ndërsa me gjyshrit jo. Me gjyshrit jo pasi babai i Gazmendit ka një fjalor më të poshtër se Gazmendi. Nuk është një njeri që nuk mund të sqarosh dot dy gjëra, nuk mund të zgjidhësh dot dy gjëra. Edhe kështu që nuk kam pas raport, ndërsa vajza ka pasur deri atë në momentin që unë kam bashkëtuar, ata i kanë ndërprerë, më kanë bërë blok kudo. Po pse? Fëmijëve i kanë bërë vetë, nuk e di, i kanë bërë vetë blok, pastaj i filluan lojrat, jo, halle e vajzës merte këtë djalin që ka marrun që bashkëtoi, e merrte në telefon, i thoshte fjalët në pista. Ke parasysh nuk e di, filloi ndoshta xhelozia që nisa jetën e re, nuk e di. Gjëra pa lidhje. Por tani se nuk ka kuptim, nëse kjo është e vërtetë, është e rëndë. Vllai i saj le të niste lidhje, ti s'duhet të nisje jetën tënde? Po, është burr ai dhe ka të drejtat e botës që të niste, dhe vajza kur e gjykonte dhe i thoshte që këto gjëra janë gjëra që duhet i bëj unë tani se jam në adoleshencë. Unë do gaboj për shembull që të njoh një djalë, që të më flas. Ti është ti të më flasësh, më jo të flas unë ty. Nuk u bëre ti të më japësh mend mua, i thoshte gocës. Edhe po në atë mënyrë që fliste në live që e pash sot, në atë mënyrë i drejtohesh dhe vajzës. Edhe kështu, me Gazmendi nuk është se kemi pasur raportet mira. Gazmendi di vetëm të bërtasi, di të lërasi, nuk di të flasi, ta merrem si prind. Brenda vitit i kam bërë 3 ose 4 denoncime. Gazmendi aktualisht është me braçaleton në kemp, pasi fëmijët kanë urdhër mbrojtje nga babai, të 2 fëmijët dhe nga unë. Po situata që nga e rëndë? Po prandaj them unë që për mua më dhimbset ai fëmijë, po për mua
është gjëja më e mirë që mund të bëhet që fëmia të vënë jetimore, sepse nuk janë të përgjegjshëm që të dy. Që të dy Gazmendi është akoma me gjyqe, me neve, sepse vajzën e ka rrahur, e ka tërhequr zvarr tek parku Lodrave dhe ka ndërhyr policia, karabinierët, të gjitha, kemi kaluar natën në spital. Edhe pas asaj skene, policia i ka vënë bërzulykun. Gazmendi ka bërzullyk elektronik në këmbë. E ka që nga muaji korrik, edhe sot e ka akoma. Por, më dëgjoj pak, Paula, të lutem, se u bë më serioze çështja tani kur po të dëgjoj që po më rrëfen këtë ngjarje. Çfarë ka ndodhur, domethënë, atë ditë me vajzën? Çfarë ndodhi në park? Pse vajtja i mori zvarr vajzën? Dëgjoj, vajza nuk e takon, vajza nuk i flet, vajza nuk komunikon me atë, ka bllokuar pasi ai. Dhe në rast se vajza i shkruan, ai flet me ironi, ai flet me fjalë ofenduese. Unë do të dërgoj vojce ty dhe do më thuash ti nëse unë jam gabim. Sepse nuk mund të them që jam perfekte vetëm unë. Kohë që unë jam një gocë 33 vjeçe, por rris të dy këta fëmijë që kam me Gazmendin, e kam për detyrë se janë fëmijët e mi. Edhe unë punoj në ser, zonja Odeta. Punoj në ser për 50 euro në ditë. Të ngrihem në mëngjes, i bëj gjërat gati fëmijëve, i çoj fëmijët të dy në shkollë, pasi në shkollë e din të gjithë sepse kemi raportuar dokumentat që ai nuk mund të afrohet në shkollë, pasi djali im të merrohet kur shikon baban e vet, pas skenave që ka parë. Dhe në momentin që fëmijët e mi hynë në shkollë, unë direkt marr mësuesen edhe i them që hyri djali, po hyri, mos ki merak, thot se nuk ta luan njëri këtu, se e din kanë urdhrat e mbrojtjes që fëmia ka. Vi nga puna, e kam bërë që nuk ha buk në punë fare, vetëm domethënë pija te kafen në këmbë edhe të lë punën në orën 3, sepse më takon ta lën 4:30 që të marr djalin në orën 4. E kuptoj. Se nuk kam asnjë. Edhe ndërkohë Gazmendi thot vajzës që ti do dalësh do punosh rrugës si mami jot. Ndërkohë mami punon serave edhe akoma jam me rrobat me tjeshile. Punon serave për të rritur këta dy fëmijët, sepse Gazmendi, zonja Odeta, më vjen keq që e them, po më vjen dhe keq kur e shoh Gazmendin në këtë gjendje, sepse nuk ka qenë kështu kur ka qenë me mua. Gazmendi nuk ka treguar pikë përgjegjshmërie për të dy fëmijët, vajzën e ka grua. I bëri 14, hyri për 15. Nuk e ka pyetur një herë që të keqen babi filloi shkolla. 400 euro vajzës i kanë bërë vetëm librat. Plus rroba, atlete, çdo gjë. Paula, Gazmendi, kur ka qenë live me mua, po ta theksoj, shumë pak ka folur për ty, sepse gjithë problemin e kishte me partneren e dytë, por ty ka thënë që ajo nuk më lë fëmijët të takoj dhe më akuzon sikur nuk pagoj detyrimin ushqimor. Pra ai nuk e paguan. Po, nuk e pa. Unë edhe pse ai nuk paguan dhe nuk respekton asnjë gjë nga ato që i ka caktuar gjykata, unë nuk ja kam kërkuar asnjëherë me ngulp të betohem në Zot, se në fëmijët unë si Gazmendi dhe Vojsava nuk betohem dot, se fëmijët janë të shenjtë për mua. Unë të betohem në Zot, nuk i kam kërkuar kur Gazmendit, fëmijët janë dëshmitar që t'i them që nuk ka fare komunikim Gazi me mua që kur është lidhur me Vojsavën, se më përpara dhe kishte ndonjëherë flis për fëmijët. Po që kur është lidhur me Vojsavën nuk ka fare komunikim hiç. Unë nuk e di dhe kur i shkruaja Gazmendit ndonjë gjë për vajzën, nuk e dija kush më përgjigjesh, Gazmendi apo Vojsava, se pas një mesazhi më bënin blok, më ofendonte dhe më bënte blok dhe unë jam shumë e sigurt që ka qenë Vojsava pas atij telefoni. Nuk ka ardhur kur zonja Odeta të trokasi në derë për fëmijët e vet. Kur vajza është e madhe, mund të flasi, mund edhe ta dëgjosh, nuk ka folur, kur, asnjëherë të betohem. Thot që kanë vajtur tek shkolla. Ai tek shkolla nuk ka shkuar, sepse pasi të shkojnë në shkollë, ata direkt ndalojnë edhe njoftojnë policinë. Ai nuk ka shkuar kur në shkollë. Ai biles e di shumë mirë që është me bërzullyk dhe ja ka bërë vajzës 2-3 herë, i kalon rreth e qark, i bën dhe gjesta dhe gjëra kështu që goca të ndihet keq dhe goca prap nga që i vjen keq nuk e ka shtypur çipin që të njoftoj që të vi patrulla. Pse se i vjen keq? Dërsa i thot që nuk ka paguar asnjëherë zonja Odeta. Gjyshrit e tij, po, babai dhe nënë e tij, vjet në tetor i kanë dërguar, domethënë ja kanë dërguar me Gazmendin, po i kanë dërguar nga 100 euro të dy fëmijëve. Për
prindrit e Gazmendit po, Gazmendi vetë jo. Gazmendi bën jetë luksi, vjen punon 5 ditë, Pardie kur është bërë live i pari Vojsavës me ty, Pardie erdhi, do punoj një 10 ditë këtu, do iki prap në Greqi Gazmendi. Këtë punë bën Gazmendi, hajde, puno 5 ditë, është kredhu në borxh. Zonja Odeta, të shtregoj faturat se sa borxh i kanë ardhur Gazmendit këtu, i kanë bllokuar me kodet fiskale, e me gjitha, Gazmendi nuk e di se si mund ta mbaj Gazmendi atë fëmin atje, atë fëmin e vogël që nuk ka faj. Nuk ka faj. Si mundet Gazmendi të marrë kujdestarin e një foshnje kur Gazmendi fëmijët e parë i ka dhunuar psikologjikisht, fizikisht vajzën edhe është me urdhër mbrojtje sot. Që unë e kam thënë. Unë kam qenë e para që duhet të drejtohesha, që të kërkoj atë që Gazmendi detyrohet fëmijëve, po nëse ai do kishte mirë kuptim me mua, unë s'kisha pse arrija fare që të vija t'i bëja denoncime ose gjëra atij. Hiç, absolutisht. Dhe që ka thënë Vojsava tek video parë, që ka pas probleme me gruan e vet. Problemet i ka sjell Vojsava. Vojsava, që në momentin zonja Odeta që ka marrë vesh që unë bashkëjetoj, ka hapur adresa falso në emër të partnerit që unë jam tani. Është e smur, zonja Odeta, është e smur. Unë prandaj them përpara se të merret një vendim për atë fëmijën, ti kërko thellësisht dhe rrënjësisht se si është, kush është Vojsava dhe Gazmendi. Mund të thotë që më ka dhunuar burri, nuk e ka dhunuar asnjë burr. Dua të dal tek adresa. Që në momentin që mori vesh që unë bashkëjetoj, ka hapur një adresë në emrin e partnerit që unë jam tani. Dhe u shkruante njerëzve në emër të djalit që unë kam tani, që bashkëjetoj, u shkruante fjalët më të pista që unë kur ti dërgoj ti do të çmendesh. Fjalët më të pista. Ja dërgonte edhe vetë Gazmendit dhe i thoshte shiko, po më shkruan mua ky partneri që ka marrë ish gruaja jote. Vojsava vetë pastaj e ka marrë babai im. Edhe e kam çdo gjë me video dhe i ka thënë: "Përshëndetje, jam babai Paulos. Ti je Vojsava, nusja e re Gazmendit, ai ka qenë dhëndrim për kaq vjet, uroj jetë lumtur, por unë dua të di adresën e emër të vajzës time dhe të dhëndrit që unë kam tani, kush e ka hapur, pasi unë jam baba dhe shqetësohem kur figura e vajzës time në këtë formë. Është betuar zonja Odeta, do t'i dërgoj me video sepse unë nuk kam fshirë asnjë gjë. Sepse i kam çuar dhe në polici këtu. Është betuar dhe i ka thënë, të më vdesë vajza, të më varroset vajza, këta adresë e ka hapur ish burri im. Do me thënë Gjezo Zote nga Konispoli, po. Shumë mirë, unë mbyll biseda me baban tim atë natë, gjem kontaktet, partneri im nuk e la me kaq, tha, unë nuk e lejoj, tha, jam mashkull, jam krahun tënd dhe të bëhet emri im kështu, tha. Gjeti adresën e ish burrit Vojsavës të dytit, jo të parit, se Gazmendi është i treti për Vojsavën. E qartë, që nga bërë në historinë tuaj, nga të riska që madhë. Po, e gjeti adresën, komunikoj me zotrin, kam komunikuar dhe unë, i kam thënë po, përshëndetje. Zotria ishte për 47 vjeç Odeta, edhe ishte zotri në të gjitha kuptimet. Që unë jam 33 vjeç dhe njëri si ai nuk e di, po ishte zotri në të gjitha kuptimet të fjalës. Edhe i thash, dëgjoj, thash më shbër një padrejtësi kështu. Ka marrë vesh, i thash që e ke hapur ti. Çfarë thua, thaj? U habit, u shokua. I thash, unë këtë gjë nuk e lë me kaq. I thash, do ta denoncoj dhe kam shkuar e kam denoncuar te karabinierët këtu, ku jetoj. Më tha mua, unë jam nga ta burra, nëse keni mundësi, sepse unë nuk i kam mundësit, më ka thënë, hajdeni në Shqipëri, unë tha nuk kam hapur adresat i ka hapur ish gruaja ime, tha që unë kam 6 muaj që e kam lënë pasi e kapat duke më tradhtuar. Shumë mirë, folëm me zotrin, i sqaruam gjërat. Do me thënë, gjatë kësaj kohe, zonja Odeta, që Vojsava rinde me Gazmendin, neve kemi pas komunikim me ish burrin e saj. Pasi ai na shkruante që se kjo kërkonte që ti merrte vajzën me forcë ish burrit, atë vajzën që thot dua ta marr. Po si mund të marri vajzën ajo kur ajo kërkon të lëri tjetrën? Në fakt. E qartë. E ka marr vajzën, e ka vajtur me gjithë Gazmendin. Prandaj them që fol një herë me ish burrin e Vojsavës dhe do kuptosh që çdo gjë është shumë ndryshe nga ajo që
E dashur Paula, ama vika shumë keq për historinë e jetës tënde, por më vjen mirë që ke nisur një jetë të re dhe besoj je e lumtur. Po, jam shumë lumturia ime më e madhe janë fëmijët e mia, si gjë tjetër. Dhe sikur mos ta kisha nisur jetën fare, fëmijët e mia janë gjëra primare. Patjetër, çdo nën lumturinë e parë fëmijët ka. Kjo nuk diskutohet. E dashur Paula, dua të pyes sepse nga biseda në bisedë kaluam dhe çfarë ndodhi atë ditë në park me vajzën tënde që babai e troqi zvarr, s'është e tmerrshme. Data 28 se 29 qershor të vitit 2023. Kemi qenë gjithë në park, pasi unë punoja natën, sepse në sera këtu në Siçili ku jemi ne, nuk punohet dot ditën, se është shumë vap. Dhe unë punoja në orën 1 të natës me 9 të mëngjesit. E qartë, e kuptoj. Punoja gjithë natën me elektrik në tokë. Edhe flija gjumë gjatë ditës, mbas dite, pastaj ishte vetëm mundësi për të çuar fëmijët, se s'kisha as makina as gjë dhe çoja fëmijët e parku. Ky ndërkohë në atë kohë kishte marrë vojsavën, se këtë jetë s'ka për me vojsavën. Merr një muaj në Itali, ik në Greqi, nga Greqia në Shqipëri, aman. Edhe atë ditë në park, unë isha ulur me partnerin që kam, me të dy fëmijë, me prindrit e mi, motrat e mia, gjithë familjarët nënë e mamit i kam këtu. Ishim ulur në park. Ndërkohë shikoj që vjen Gazmendi me gjithë vojsavën në park. Shkon merr 1-2 birra atje dhe një shishe ujë dhe nuk rrin aty, po largohen. Atje ku largohen dhe ulen këta, djali ishte po luante futboll me disa çuna shqiptar të tjerë. Vjen djali i friksuar dhe më thotë: "Ma, është babi atje dhe është shtrir tek stoli dhe po ma bën me dorë, që hajde këtu." Po djali nuk do të afrohet fare djatë. Nejse, hajde ti, më thoshte mua dhe më të ishte, hajde ti se unë kam frikë, hajde rritin kem se unë kam frikë luaj atje me top se është babi. Shumë mirë, unë ngrita për të kontrolluar djalin, nuk shkova afër te djali, po ndërkohë ishte shumë larg. Gazmendi ishte në punën e tij me gjithë vojsavën. Në stop, unë ndërkohë po flisja, sa takova një mikesh time, edhe erdhi dhe babi im, u ngrit se u bë merak. Ishte vajza me mua, edhe motra e vogël, kam një motër vogël. Edhe Gazmendi ngrihet nga stoli, vajza ishte me kurriz kështu, ngrihet dhe direkt thot: "Si jeni mirë?" Edhe ka vajzën direkt e kyçet këtu. Edhe i tërheq dorën. Goca habitë dhe ngri sy thot: "Ç'a ke?" Thot: "Ti do vish me mua. Nuk kam ku vi unë me ty", thot goca. "Do flasim bashk. Nuk kam ç'a flas me ty dhe të lutem lër dorë. Nuk ta lëm dorën, ti do vish me mua", dhe me një forcë kështu. Ke parasysh kur e tërhiqte zvarr? Ndërkohë vajza nuk donte të vinte, insistonte, edhe e tërhiqte zvarr, në momentin që e troqit zvarr, vajza si ran shapkat edhe zvarr, po e tërhiqte deri ta çonte te vojsava. Ku ishte vojsava në stol. E nejse, aty pastaj çante gocat, lutem lësho, më vrave dorën, më theve dorën, nuk e lëshonte gjatë në bok. Ndërhyn babim dhe i thot: "O Gasi", thot, "të kam thënë djalë, mua më ka vdekur një vlla. Të kam thënë djali, thot babim, dhe të lutemi, thot, hajde dalim jashtë dhe i zgjidhim këto se nuk është mirë në syt njerëz, se ishte gjithë ai popull dhe shumica ishte shqiptar, njiheshin. Se nuk është mirë dhe për fëmijët njerë, vajza i ka gjithë shoqërinë këtu. Kush i bëri këto skena? Babi Gledjas. Është turp. Tha babi im, hajde dalim jashtë. Ti, tha babi tim, nuk e punë me fëmijët e mi, fëmijët e mi e marre, vrase, presi, bëj çfarë të dua, unë tha nuk janë fëmijët e tu. Kur janë të tuti, tha babi, janë dhe të mit, tha, janë gjaku im, tha. Aty direkt kapet me grushta, e grushton babin tim, e shtrin mërdhen. Po. E shtrin mërdhen, në moment unë e kam të rrequr prej bluze, Gazmendin, e kam të rrequr që ta ndaja nga babi, se e rrëzoj babin dhe po e grushton. Dhe goca njerë çfarë të them, djali më keq, ishën gjithë prezent, aty në partnerim, dhe i thot: "Asnjë gjë nuk i ka thënë, o Gas, nuk janë gjërat mira këto se gjuna fëmijët", i ka thënë. Hyre ti, i tha këtit, djalit që kam unë ty po të prisja, tha, se me ty kam qef ta nxjerr, tha. Edhe u bë gati që t'i gjuante. Po ky djali nuk reagoi sepse e troqën shokët dhe i thanë që shif që djali po qan për ty, nuk po qan për babin e vet, po të kap ty për keme, të lutem hajde ikim shtëpi. Nuk reaguam, erdhi policia aty në atë moment, Gazmendi me vojsavën iku nga ajo,
nga tërheqja e bluzës, unë i kisha grisur bluzën pa Gazmendi dhe Gazmendi vete direkt në karabinier dhe paraqitet dhe i thotë që më falë për shpen, ajo putana më shoqa më beri, më rahu, nuk më letë shkoj fëmijët. Nuk ja hapin derën, për mënyrën se si kishte hyrë dhe kishte sharë, nuk ja hapin. Aty direkt vjen patrulla, më marri deklaratën time, Gazmendi zhduket, po e kapin ata, e ndalojnë edhe e marrin pyetje. Nisemi për spital, kemi marrë atë referimenton e spitalit atë natë. Domethënë mua më çau nga duart, partnerin tim i la shenja të zeza nëpër krahët, babi tim po, në dorë, vajzës po. Ditën tjetër ka qelluar, atë ditë që është bërsheri ka qenë shtunë, ditën e diel kemi bërë denoncimin te karabinierët me gjithë referton e spitalit që ishin dëmtuar. Shkojmë atje dhe më thotë ajo që si quhet, shefja atje që do më merrte në pyetje më thotë që më fal, më thotë mua të bëj një pyetje, po. Mos është një burr i gjatë me syze, po i them unë, i thot gocës, thot ma trego pak në foto, po i thot goca. Ky është. Po ky ka ardhur mbrëm këtu thot edhe me një gjuhë shumë pashpër e ofenduese, ka sharë, ka ofenduar, ka thënë kështu. Ama ky që nga tha, tani do ta ketë me ne, tha, jo vetëm me juve. Shumë mirë morëm, bëm deklaratën, të gjitha aty. E ndoqën ata çështjen, pyetën vajzën me psikolog në polici, e kam pyetur me, domethënë i kam bërë video shtu me zë, e kanë regjistruar për gjërat që vajza ka folur. Nga aty kanë vendosur që Gazmendit i kanë vënë bërzulykun elektronik dhe që s'mund t'i afrohesh fëmijëve. Pas vënies bërzulykut, Gazmendi nuk i ka ndalur sherrët me fëmijët e vet. Gjithmonë e ka marrë vajzën, edhe pse nuk duhet të ishin komunikime telefonike, ne prap jemi treguar se na ka ardhur keq, kemi thënë që gjyna hajtë se ndoshta ka kaluar. Edhe i ka vazhduar presionet me gocën. I ka, nuk e di, tani në 18 kishim gjyq në ndorë, sepse goca po pyetesh nga tribunalja në Raguz. Edhe e shpyetur, domethënë, kemi qenë 2-13 veta dhe unë kisha të drejtën që të dëgjoja se çfarë fëmia im do thoshte. Atje është shpyetur vajza dhe Gazmendi nuk është paraqitur, ka deklaruar që unë jam jashtë Shqipërisë sepse më ka lindur gruaja e gjëra të tjera. Ka ardhur partije dhe partija që ka ardhur nuk është se ka ardhur ndonjëherë që të thotë që babi dua të shoh, po gjithmonë me presione. E dashur Paula, mua vin ka shumë keq. Realisht Gazmendi kur ka qenë live me mua ka qenë irrituar për vajzën që kishte me vojsavën. Atë mënyrë komunikimi ka dhe me fëmijët. U vetë edhe para fytyrës. Edhe ka goditur vajzën, prandaj nuk shkon vajza atje. Kjo është e rëndë. Ma vjen keq për Gazmendin që ka këtë sjellje dhe ka ndodhur kjo gjë mes fëmijëve të tij, sepse në live me mua ai ishte një baba i përgjithshëm, një baba që bënte gjithçka për fëmijët e vet, por këtë që po më rrëfen ti që nga krejt e kundërta. Krejt e kundërta është dhe ai thotë, domethënë nuk ka pyetur njëri që dale se shkoj në shkollë, vajza është në superiore, është në gjimnast tani. Nuk ka pyetur ndonjëherë që të keqen, ai shiko çfarë ignorancë ka në tru. Përpara se ti këtë të lindë, a tha vojsava që ka ikur në datën 26, ka ikur zonja Odeta, sepse Gazmendi ka bërë një sherr. Gazmendi ka shkuar tek ku punon dhe babi im dhe është grushtuar përsëri atje, ku kam shkuar unë me patrullën e policisë dhe me të 2 fëmijët, ku Gazmendi ka qenë dhe ka grushtuar baban tim. Por pse prap me babain tënd u zu? Po, prap, përpara datës 26 tetor, nuk e di se sa ka qenë data, nuk të vjen një dot preciz, pero është grushtuar me baban tim, i ka thënë që pse nuk mi lini fëmijët i takoj. I ka thënë babim, fëmijët janë të tut, fëmijët i ke bërë me Paulën, shko dhe fol me Paulën, me mua nuk e punë. Ai aty ka filluar duke ofenduar, babin tim, mua dhe vajzën. Ka duruar babai im, i ka thënë, dëgjoj, të kam duruar për vajzën tim me Paulën, të kam duruar të thuash 500, ama mbi që më ka bërë për herë të parë gjysh, unë nuk të lejoj, ka thënë babi dhe aty e ka goditur. Kam bërë sherrin zonja Odeta. Mbas këtij sherri, unë e kam të regjistruar, vojsava më ka marrë dhe më kërcënon mua. Më thot, më jep kohë, sa ta lind këtë fëmijë dhe do ta tregoj unë ty vendin se ku e ke.
E ka marrë partnerim telefonin dhe i ka thënë, kush je ti që merr telefon? Jam Vojsava Zote. Mban mbiemrin e ish burrit dytë. I ka thënë, qof shëndosh, çfarë do ti që merr telefon? Jo, po çfarë ka Paula me burrin tim? Paula s'ka asgjë me burrin tënd, ti çfarë ke me Paulën që merr telefon? Jo, po unë do t'i bëj kështu, do t'i bëj kështu. Zonja Odeta, të dëgjosh fjalorin e Vojsavës, që e kam tinqizuar, nuk e di se do ta bësh dot lidhjen pastaj me ato që thot aty live, nuk e di. Fjalët më të fundit i ka thënë partnerit tim. Hajde dhe më fal për shpejt. Kjo është degenerim. Prandaj them që nuk janë t'jaftë asnjëri as tjetër. Më thuaj mua pak, si mund ta mbaj Gazmendi një fëmijë kur Gazmendi jeton në Itali, fëmijën e ka lënë te prindrit e vet, me gjithë Vojsavën, xhaxha i vet i shkruan, domethënë vllai Gazmendi që rrin në shtëpi tani ku është Vojsava me ta, i shkruan gocës që të keqen xhaxhi ajo është e çmendur, është kështu, më fal, po si e mban ti kur ajo është e çmendur, si e mban në shtëpi ti? Një denoncim është në policinë e Sarandës që e ka bërë vetë Vojsava për vajzën që ka dashur ta lërë një jetimore. Unë realisht si gazetare jam lidhur me shërbimin social për atë fëmijë, por jam shumë e sigurt që institucionet tashmë do i shikojnë të gjitha situatat dhe nëse ata janë prindër të papërgjegjshëm mund t'u hiqet kujdestaria. Por gjithë problemi është që ai fëmijë është regjistruar në trungun ku është Vojsava me burrin e dytë dhe Gazmenti ligjërisht nuk njihet si baba, akoma. Ai është babai biologjik, por nuk njihet si baba, gjithsesi ata janë të rritur të bëjnë çfarë të duan me jetën e tyre, por viktima mos bëhen fëmijët, se kjo është e dhimbshme. Sa herë viktim bëhen fëmijët. Si në rastin që ti po më tregove me vajzën. Edhe një frikë shumë të madhe e kam pasi nuk e di, ashtu siç është Vojsava i fëmijë dhe ndoshta unë i druhem më të keqës. Larg qoftë. Ne urojmë që ai fëmijë të rritet me dashuri. Unë Vojsavën nuk do rritet me dashuri. Nuk do rritet dhe mua për këtë gjë më vjen keq sepse fëmijët e mi e kanë motor, sido që të jetë. Edhe nuk mund të rritet ai fëmijë me dashuri kur Vojsava ka lënë një vajzë 14 vjeçë dhe ish burri Vojsavës, Xhezo Zote, mua më ka thënë që unë i jepsha 50.000 lekë Vojsavës që t'ja jepnin vajzës kur e takonim dhe Vojsava i jepte vetëm 20.000 lekë vajzës dhe 30 i mbante në xhepin e vet blinde karta telefonin, tregonte. Që ishte zotri burr, po them. Edhe nuk mund rritet ai fëmijë zonja Odeta me dashuri, me një baba si Gazmendi. Nuk rritet. Nuk rritet. Nuk dua të paragjykoj askënd, se është e vështirë të flasësh mbi jetën e një tjetri, është shumë e lehtë ta paragjykosh një tjetër, por askush nuk e di se çfarë ka brenda dhe si ka vuajtur, por thjesht fakti që ajo Vojsava është rritur në jetimore, pa prindër, pa dashuri, normalisht jeta e saj do dije që do ishte e vështirë, si punë e Vojsavës njoh shumë fëmijë. Më fal që të ndërpres. Po. Ke pyetur Vojsavën pse janë ndar prindrit? Sepse Vojsava në videon e parë ka treguar që babai më ka vdekur, apo jo, po unë e kam rikthyer dhe kam rikthyer gjithmonë, sepse babai Vojsavës është nga fshati ku unë kam qenë martuar te Gazmendi dhe familjet njeh shumë mirë zonja Odeta. Ata bien në kontradikt me veten e tyre. Ndoshta e ka thënë në mënyrë figurative që babai më ka vdekur, domethënë nuk dua të di më për babain. Prindrit e Vojsavës janë ndarë edhe i kanë përzem njerëzit e babait sepse mamaja e Vojsavës ka dashur të vras baban. Kjo është arsyeja. Duket që është që në Zanafill pas ka probleme kjo familje, sigurisht dhe fëmijët janë rritur në atë forme, po mirë atë, po kur më thoshte Gazmendi në telefon që fëmijë do apo s'do ti, unë do t'i marr zvarr dhe do vinë me mua tek Vojsava. Si mund ta le unë zonja Odeta, edhe avokati që kam në Shqipëri më ka porositur të lutem mos i lër fëmijët në dorë të asaj. Sepse një nen që vepron kështu, ose kur ajo ka dashur të elmoj baban e vet për t'i marr pasurinë, sepse Vojsava e ka për veprimin e ka mësuar nen e vet. Edhe tani unë të le fëmijën tim të vejtë Gazmendi dhe ku e di unë se çfarë më gjen. Për çfarë jetoj me pastaj? E dashur Paula, ti dukesh je një grua e fortë. Ke sakrifikon. Kam kaluar shumë. Jam ndjekur nga një psikologe. Pse? Sepse Gazmendi më ka rrëzuar në një pikë që më ka bërë
Më ka qytë edhe të rrugëve, po unë nuk jam. Fëmijët e mi e din shumë mirë që e kanë, edhe janë krenar të dy për mua, edhe ai vetë është krenar për mënyrën se si rriten fëmijët e Gazmendit, që nuk po mungon asnjë gjë, që unë në kohën që Gazmendi brite sa me një grua dhe me tjetrën, unë fëmijëve të mi në darkë i kam dhënë vetëm bukë me vaj. Dhe vajza më thoshte, mami, ne do t'ja dalim bashkë. S'ka gjë, papi do vite klafet e tona. Dhe ja te kerdi. Ja te ke tha prap në gojën e vetë që Vojsava e ka mashtruar, e ka gënyer, se kur ja thoshte vajza që o ba, po të mashtron, se ndërkohë që rrinte me Gazmendin, merrte burrin tjetër në telefoni, thoshte të dua ty, unë nuk jam fejuar me njeri. I mohon dhe të gjitha, nuk është, unë e kam kërkuar dhe këtu, që unë dua që Gazmendi t'i bëhet vizitë psikologjike. Nuk është në rregull që një baba të thojë ashtu. Po prap kam frikë, të kesh frikë nga babai i tyre, është shumë e rëndë. Shumë më vëm kjo gjë. Unë nuk kam dashur kur, ai thot i kam shkruar, i kam marr, i kam folur fëmijëve, asnjëherë nuk i kam folur dhe mua më vëm kjo gjë. Më vëm shumë, ta them sinqerisht, i ka shkruar vetëm djalit për sy e faqe kur kishte ditëlindje në datën 1 dhjetor. I ka thënë vajzës, më jep pak vllah, po të deshi qefi, më jep pak vllah. Pse ashtu i flitet fëmijës? Po të deshi qefi. Duhet kesh gjuhën e rregull. Djali im i thot, ka filluar i vjen turp në shkollë, se i thon jep pa baba dhe i thot partnerit tim baba. Tani mua më vjen kjo, pse duhet i thoj baba kur baban e ka gjallë? Pse duhet i largoj fëmijët në këtë mënyrë ai? Nuk i dua asnjë gjë, nuk i dua. Vetëm të kishte marrëdhënie me fëmijët, po ai e ka shkatruar aq shumë atë marrëdhënie sa është shumë e vështirë që ta rindërtoj përsëri, sidomos me gocën. Djali jo nuk bëhet fjalë, djalit kur i them unë ndonjë ja bëj që domethënë që t'ja kujtoj gjithmonë, i them që ke qenë mami sa të shkon kjo bluzë ty, i ke ngjar babi të shkojnë rrobat e zeza. Jo, më thot, nuk i kam ngjar babit, unë thot, i kam ngjar, thot për partnerin tim, i kam ngjar këtij, thot, nuk i kam ngjar babit. Mua më vjen kjo, unë se uroj kur keq, mua më vjen keq, nga ai ka arritur këtë. Unë e kuptoj që të dhëm kjo gjë, por dashuria fitohet, nuk imponohet. Po, fiks. Kjo gjë është. Unë e kuptoj qartë që ti je një grua e fortë, ke sakrifikuar, Zoti të dhënë të jetë dhe shëndet dhe qofsh nëna më e lumtur në botë. Faleminderit, përderisa kam fëmijët e mi pranë, normalisht që do jem. Kështu që të falenderoj që më telefonove, më tregove disa të vërteta që ishin të errta për live-et e mia. Sepse tjetër histori. Nëse është e mundur, mund t'i dërgoj të gjitha, dhe denoncimet, dhe urdhrat e mbrojtjes, dhe audio dhe vojcet që Gazmendi ka me vajzën. Pastaj që ti të dalësh në një konkluzion dhe të vendosësh se çfarë duhet bëhet me fëmijët. Mirë. Nuk kam asnjë përfitim nga kjo, thjesht dua që ai fëmijë të rritet me prindër ta siguroj unë, sepse Vojsava dhe pse thot mirë për momentin, Vojsava do ta gjejë rrugën që do ikë që të jetë e lirë. Ai fëmijë nuk do rritet me prindër, po të paktën të rritet të ketë haj, të pi, të ketë një ngrohtësi. Kur bëhet fjalë për fëmijë dhe për moshën e tretë, të gjithë duhet të denoncojmë nëse jeta e tyre është në rrezik. Kështu që sinqerisht Paula të falenderoj. Të falenderoj, të uroj fat dhe lumturi. Të ndjek në çdo live, edhe këtu shpintime, sa më bën partneri thot, ngele thot, na është bërë odeta si e shtëpisë thot. Ma përshëndet partneri, ma përshëndet. Të përqafoj, mirupafshim. Gjithë të mirë, edhe punë të mbarë dhe të kesh fëmijë të mirë. Zoti të bekoftë. Faleminderit, mirupafshim. Po na ka ngacmuar vëllai me kështu. Unë ja thash babai se pranoi. Ai për mua është vëllai i tet. Që ti kupton vetë se je fëmër vet. Je grua vet. E ti Zoti edhe ai do ta marr hakën që e ka kërkuar. Me raste të rralla mund të takohemi edhe kur jemi jo tek për tek, po kur ka dhe persona të tjerë. Biografi shumë të keqe në jetën e tij. Nuk e di them nëse të tërë vëllezërit janë si ai, më mirë mos të ekzistojnë vëllezërit mes motrave. Janë shumë plagë në shpirt që nuk shirohen në deta, po paktën të jenë mirë fëmijët edhe të kem diku ku t'i fut. Këtë dua. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën si gjithmonë. Ditën e sotme në këtë live-in tim unë do hap dritaren për një 34 vjeçare, ajo quhet Pranvera Haska të dashur miq dhe është nëna e 6 fëmijëve. Ajo sot do rrëfej jetën e saj të vështirë, që në familjen e saj dhe deri tek martesa me babain e fëmijëve. Jetesa e vështirë që ajo bën, shumë gjëra ka për të rrëfyer, ndaj unë hap dritaren dhe ftoj këtë 34 vjeçare për ta dëgjuar. Pranvera, përshëndetje.
Shëndetje vëta. Më ke dërguar një mesazh dhe realisht jam shokuar kur e lexova dhe më tregove shumë gjëra që të kanë ndodhur në jetë. Po. Ke për të denoncuar rastin, jetën tënde, atë që ke përjetuar dhe mua më vjen keq sepse je nëna e 6 fëmijëve, mos gaboj. Po. Ato që kanë kaluar në jetën time janë kalvari gjatë, po puna është se unë po flas për jetën e 6 fëmijëve të mi. Unë kam 4 vajza të moshës 15, 14, 12 edhe 11 vjeç. Kam dhe një djalë 6 vjeç edhe një djalë 8 muajsh. Më i vogël është 8 muajsh domethënë. Na një familje në fshati, e varfër, e rritur me halle, me shumë probleme, me shumë gjëra. Nuk jemi afër që ti them, siç ti thash, privatisht. Më ka ardhur shumë keq kur e kam mësuar. Ju jeni abuzuar nga kush? Po na ka ngacmuar vëllai me shumë. Sa vjeç ke qenë? Po diku te 14. 14 vjeç. Po vllai sa vjeç ka qenë? Ai ka qenë ushtar ai. Do me thonë, fundit që u zonë, unë ja thash babai se pranoje, gjëra të tilla, edhe me ti muhabet i pa zgjidhur, edhe s'ka për t'u zgjidhur në një. Ai në ato kohë tentoi apo abuzoi, kreu marrëdhënie me ty? Bënte veprime të liga, dhe babit ja thash unë edhe babi nuk më kuptoi. Që ti kupton vetë se je fëmër vetë, je grua vetë. Babai tha nuk është e vërtet, tha. Edhe nuk ka metur kështu, është muhabet i mbirë. Ai për mua është vëllai i tet. Por pasi ndodhi abuzimi, incest, quhet, pasi kjo gjë ndodhi, ti vazhdove jetove në atë shtëpi, si ishe 14 vjeç në atë kohë? Ai iku në ushtri, u zonë, na ka qitur kunaki, ai iku në ushtri e motra më mori mua më qojtë e qendra Vatra në Vlorë. Motra jote? Pastaj erdhi papi pas një muaj edhe më mori. Po puna është se kur s'ma pranoi nëna e babai mua që do që të flasësh është tek mua. Që vlerë ka do me ka. E di Zoti edhe ai do ta marrë hakën që e ka kërkuar. Ndodhi vetëm një herë apo disa herë kjo gjë? Po kish ka thash gjëra shumë të liga. Bënte veprime shumë të liga. Ti vetë kuptoj vetë pastaj. Dërgoj që babai dhe nëna, kur t'ua ke treguar, nuk e kanë besuar. Po jo. Për atë djalë ata kanë lënë fshatin, kanë lënë gjithçka, se ai ke vllai vetëm. Na vdiq dhe një motën e në 2001 e Zuri Korrentit 15 vjeçë, edhe për atë djalë ata kanë bërë gjithë me tyre të sakrificë. Edhe dhe sot që ja thon mamas nuk e pranon. Jo, thot s'është e vërtet binjën ti. Edhe shu pranvera, në moshën 14 vjeçë ti shkove në një qendër, te qendër Vatra, aty ku u strehove. Pasi ma jeri babi e më vllai pasaj iku në ushtri. Kishik në ushtri në Vlorë. Po kur vllai u kthye nga ushtria, të gjeti në shtëpi? Jo, u martua pasaj vajti në Zallhe në Tiranë edhe atje u dashurua, do me të shoku i ti ngushti dha punatën e ti edhe u bë baxhanak me atë shok. Ai ka në klosi burreli thosën ai, kanë di fëmijët. Por jeta jote si vazhdoi më pas? Pastaj unë erdha në Vlora, u njoha me këtë që thashte me Libovitin, ma kanë bërë, nuk e kam njohur. Sa vjeç ke qenë kur u martove për herë të parë pranvera? 17 vjeçë. Të më thanë është njeri urtë kështu e pash, vente në punë, si a dilte tot me bajketa për vetë të ti. Kishtë ca motra shumë problematike, i ka pasur në Italien, në Greqi. Nuk të doni si nuse? Kunatat, ish kunatat? Jo, qenë shumë të varfër, po të ishin një biografi shumë të keqe në jetën e ti. Pse, qa problemi kishte ish bashorti që... Jo, kishtë di motrat, a i si njeri shumë i urë kemi, po una që si abilte do të asmante baqetat e ti, jo më fami. Shumë herë me të shim dhe pabu. Ti sa kohë qëndrove me atë person? As një vit e gjisëm të më. U largove ti e para, apo ishte ai që kërkoi ndarjen?
Jo, erdhëm këtu, ishim këtu në Gjirokastër edhe u largova unë. E pashë se Adilja do të më u largova. Dhe që kisha për krajen e babit e të mamit, se më vinin ata shpesh. Më vinin dhe na fshatje, më vinin na idiotës. Të baqeve këshu, i kisha dhe ata për kraj. Prapë si Adilja do. Pastaj ju dashurova me Mariglenin edhe e ashfare. A, ke qenë martuar? Ke qenë martuar kur i e dashuruar me Mariglenin? Vone kam bërë dhe gjichin, e ka hapur ai vetë. Plus që gjikata i ka caktuar 80.000 lekë pesën ushqimor, ai në 15 vjetë që vajza ka jetë, vetëm një herë i ka dhënë 70.000 lekë për vjetë. Po goca... është dhe një halë tjetër. Po vajza ka kontakte me babajin e saj? Biologjik? Ka vjetë ka qenë në një vit me të, që vend të vinte edhe ka që. Nuk është të kanoj dashurit për të. A i 13 vjetë nuk i kanë parë suratin vajzës. Vjetë i kanë... Vjetë do me të i kanë bërë bashkë, i bënë këta të bashkisë. I njohën që ishin baba e vajzë edhe në një vit këshu, vend e vite, kaqë. Ani nuk fletë më fare me ta. Ti kur je dashuruar me Mariglenin ke qenë shtatzën me vajzën? Jo, e kam patur në jetë. A, e kishe lindur vajzën? Sa e kishe lindur? Vajza ka lindur në mars, u ka marrë në nëntor tek Mariglenin. Familja jote si e priti martesën e dytë? Jo, babaj edhe mamaja ishin atje, e dini. Që pa i kur unë të ka jo shpia ku isha unë, vim të Marigleni atje. Nuk është se patë në një problema. Babaj tim me vjerrin tim kanë qenë shok në familji, kanë punuar bashkë. E njëni njëri tjetër. Kur ti u dashove Mariglenin, ja tregove jetën tënde? Po ja kanë treguar ai të ti e unë të mira. Ndërkohë që ti me atë vlla nuk ke më kontakte. I kam, po i kam, të thomë fare me raste të rralla mund të takohemi edhe kur jemi jo tek për tek, po kur ka dhe personat të tjerë. Si kur takoj një njeri të njohur në rrugë. Por pse? Ti ke frikë të takosh më tek për tek? Jo, nuk kam frikë, të sot jam bërë 34 vjeqe, po nuk e kam atë dashurin e madhe për të. E të Pranvera, por sot që je një nën, je një grua e rritur, nuk e ka marrë asnjëherë guximin për t'ia thënë disa gjëra në sy për ato që ka bërë kur ti ke qenë e vogël? Jo, nuk i pranon atë ta. Ja kam punuar, ja ka thënë dhe tezja, se kam një tezje në Amerikë, edhe ajo më ka ndihmuar goxha në jetë që ja kam dalë. Edhe dhe ajo ja ka thënë dhe mamit edhe nuk e pranon. Jo, thotë se është e vërtet, ja shpifje. Nuk e kam gjetur kohën edhe nuk dua ta gjej, se dhe sa herë kujtoj me veten time ndjej. Nuk e di them nëse të tërë vëllezërit janë si ai, më mirë mos ekzistojnë vëllezërit mes motrave. Unë kam 4 vajza sot me zirrit, po nuk dua që vajzat e mia të shkelin në dras kalbur në asnjë moment. Janë shumë plagë në shpirt që nuk shirohen në deta, po të paktën të jenë mirë fëmijët edhe të kem diku ku t'i fut, këtë dua. Unë e kuptoj Pranvera, ai ka bërë veprime të turpshme përpara teje kur ti ke qenë fëmijë dhe të ka detyruar dhe ty të bësh veprime të turpshme. O, nejsa o ta gjejna Zoti për çdo gjë që ka bërë, po. E dashur Pranvera, ti je martuar përpara 15 viteve me Mariglenin. Si e njohur ti me Mariglenin? Këtu, në fakt, unë kam qenë e martuar në Libohov, në ajo martes kam vajzën e madhe, edhe jam bërë ai dhe jam martuar prapë. Do me thënë, vajzën e madhe e kam sjell shumë të vogël. E kam sjell diku te 5-6 muaj. E qartë, me vajzën e vogël ti u martove në Gjirokastër, sërish me Mariglenin. Po, edhe me Mariglenin kam 3 vajza edhe 2 djem. Me Mariglenin e një njohur me dashuri apo ka qenë me mbledhsëri? Me dashuri. Mund të më tregosh si e njohur? Po
Po, në fakt, unë 2-3 muaj kam jetuar në Libohë dhe këtu kam jetuar. Më pa në rrugë, andej këtej, u dashuruam, sot jemi bashkë. Jemi me 6 fëmijë. Kemi 15 vjetë bashkë. Si ka qenë jetesa në këto 15 vite me Mariglenin? Jam lutur që të paktën ta futin në një punë në shtet që të qenë një rrogë, të qenë një burim i ardhurave, se unë fëmijë pas fëmijë dhe nuk e kam patë mundësinë që të punoja vetë. Personalisht, shumë pak kam punuar, 1 vit e ca kam punuar në jetë. Ju jeni aktualisht 35 vjeç, po Marigleni sa vjeç është bashkëshorti? Jetë më i madh, është 45. 45 vjeç. Që do thotë dhe ai është i ri në moshë për të punuar. Do të thënë pse keni përfunduar në këto kushte? Sepse dikur burrim ka qenë si të ta shpjegoj unë nuk di fjalën e dur, po ka qenë si tip gangsteri ose rrugaçi si mund ta quash ti. Po fjalët, domethënë këto fjalët e liga të jetës së kaluar që ka bërë burrim, jo ka quar refugjate, jo më të thash çfarë janë këto të gjithë njerëzve. Ato rishen në rinin e tire, në jetën e tire pa martuar, po jam lutur paktën ta futen punë në shtet që të gjën të kishte një rrogën e tij për të krijuar sadopak të ardhura familje. Po dhe pse jam lutur, jam bërë na pas si rrodhe, si të ta them, nuk e ka bërë këtë gjë. Më ka ndihmuar kurako viti me ushqime, me gjëra çuna, këto nuk jam hojdose, vetë Zoti më kanë dhënë. Ju në këto 15 vite jeni ndarë ndonjëherë nga Marigleni dhe jeni rikthyer? Jemi ndarë 1-2 herë, po nuk është se jemi ndarë shumë, me 4-5 ditë për shumë vetëm për to. Budalloj që jo pse vete në punë, jo pse të futi ai, jo po muhabet e kot, me thënë pali. Si punë e fukarallëk, po si i thonë. Fukarallëku i ka sjellë të tëra. Unë e kuptoj që për shkak të varfërisë lindin dhe konfliktet në familje, por ti je 35 vjeç. Kanë qenë të shumta konflikte. Tani për momentin nuk kemi konflikte. Kemi 2-3 vjet që nuk kemi patur më konflikte, po. Kanë qenë të shumta. Se ka qenë dhe opinionin që nuk e fosi në punë. Shtëpi jo, nuk na dhanë. Kë kame nuk ka marrë vetëm të më dhënë një shtëpi, nuk më dha. Ta futin një punë, shteti nuk e futën. Venin me ato idenë që ai është rrugaç, ai nuk punon. Po tani shkusur kanë fëmijë. Por kur themi ai është rrugaç, me çfarë merresh? Rrugaç i quajnë këta, i quajnë njerëzit televizor. Mund të më thuar çfarë ndodhi atë ditë që u largove? Po ja, për këto jemi zënë, për këto budallëqet e fukarallokut. Po kemi patur debate, po burimi kryesor kjo ka qenë. Kam ikte motra në Tiranë. Kam 2 motrati. Dhe çfarë ndodhi më pas? Po ja, jemi zënë për këto budallëqet. Jo ajo, jo kjo. Nuk është sa kemi të patë në një. Jo, çfarë ndodhi më pas? Si u riktheve? Po për fëmijët njeri u bën çdo gjë, ç'të bëj jo. Por ti je lumtur me Mariglenin? Po se kam problemin me Mariglenin në motor, e kam me këta. E kam se dua një shtëpi, dua një punë, që të jetë burrin po të pak, nuk. Pranvera, të lutem tani, le të flasim edhe me këmbë në tokë. Ti e ke me bashkinë e qytetit, por bashkia e qytetit nuk ka ndonjë fajt se burri jot nuk punon. Burri jot, nëse nuk gjen një punë në shtet, mund të punojë edhe në privat. Po me privat me ka majtu. Ka punuar ku atje ku këtu. Ja dhe tani është në përmaldje. Pra po, nëse ai punon dhe ti punon, ju mund t'ja dilni. Por ju nuk punoni dhe kjo është problemi kryesor. Unë për momentin nuk vete do të punë. Kam qenë në punë, por nuk vete do të, se u kam djallin. Djallin s'ka kush mama, ai 8 muajsh është. Por kur jeni të varfër, po të bëj një pyetje pa ma keq kuptuar dhe po flas shumë sinqerisht me ju. Kur ju jeni të varfër, s'keni as bukë të hani, pse ke bërë kaq shumë fëmijë? E po ato janë zotit o motër, unë nuk kam dashur t'i vrisja, një ma mori Covid-i. Kam pa dhe një fëmijë, 2 muaj e gjisëm në barke, ma mori Covid-i kur ra. Më vdiq në barkë. Jo, unë e kuptoj që janë gjërat e Zotit, por njeriu edhe ruhet, edhe frenohet, se e ke ti në dorë me bashkëshortin këtë gjë. Po nuk jam marrë me ato gjëra edhe. Dhe spital njëna që në kaq mund vete. Jo, njeriu mund të bëj planifikim familjar. Që të thotë, nuk sjellim më një jetë fëmijë, i kemi mjaftuar shumë kaq fëmijë. Por ju
ishin vajzat, kërkonin djem, tani na i dha zoti di. Ata të keni jetë dhe shëndet dhe fëmijët janë lumturi, absolutisht, por unë ta bëra këtë pyetje që kur nuk ke para, nuk ke gjendje ekonomike, pse i merr në qafë dhe sill kaq shumë fëmijë në jetë? O motrë që një hallimat e shki, po. Ke 6 fëmijë dhe fëmija më i vogël sa është? 8 muajsh. Është 8 Po ndaj muajsh. të se u kam djalin. Por Marigleni babai nuk bëhet i përgjegjshëm që ka 6 fëmijë dhe duhet i ushqej? Po ka vajt në punë privatisht, ku e ka zënë hera këtu në për qytet, edhe ka vajt në një firmë që është në Mali, që rri 10 ditë, 15 ditë edhe vjen për taj. Atje në garkon e shkarkon drut edhe me 30.000 lek në ditë. Po sa do, nuk të pulojnë do të ato. Se me shpi nuk e blen do me një kra, ose me 2 kra. Çfarë keni menduar ju pranvera për jetën tuaj? E kam edhe një ndihmë ekonomike 180.000. Por janë shumë Kam pak. 3 vjetë. Janë shumë pak para ato që merrni ju për të jetuar. Këtë të mund këta që të ndihmojmë. Mua nuk më duhen pak ushqimore se ato hajde dhe ato nuk jam oj se mi kanë dhënë, po unë kam nevojë për një shtëpi. Aktualisht në cila shtëpi jetoni ju? Kam 3 vjetë që kam fituar bonusin e qiras, dhe pronari jam ka pleshut kontratën. Dilë më thot andej këtej, ajo të më krej mandatën 7, unë metem rrugë të madhe. Ata të bashkis më thunë një shtëpin tjetër. Pra, ti ke fituar bonusin e qiras nga bashkia e qytetit. Po shumë mirë, nëse pronarja e shtëpisë thotë që do ta prishim kontratën, ti mund të gjesh një shtëpi tjetër. No, kam kërkuar, kam të paktën 10 ditë që kërkojnë për gjirokasë, po këtu çdo shtëpi, çdo gjë e kanë bërë hotel, që është full, kanë ardhur shumë turistë. Edhe këta çdo vit edhe më shumë hotele bëjnë, edhe shtëpit ku jetoj vetë. Kanë 3 dhoma për shembull di bëjnë hotel një ma. Edhe unë të paktën dua një shtëpi private, po të ketë 3 dhoma. S'kam gjetur. Tani do përpiqemi me pronare, nuk e di, do përpiqemi që ta ndreqim muhabetin se. Po nuk është gjithje edhe ajo, se ja ta dhanë bonusin e qiras, 1 vit, 2, 3, 4, 5. Unë dua shtëpi për fëmijë. Se unë me kratë mia nuk e blej dot. Dhe si punesët vetëm, punë se blej dot. Po dhe burri me një punë, Pranvera, edhe shteti nuk e ka për detyrë që të fali ty një shtëpi. Të gjithë njerëzit punojnë për të përfituar një shtëpi, pranvera. Po sot në këto rrethana nuk e blen dot një shtëpi, pa dakord jam unë. Unë e di që është shumë e Po dhe vështirë. punojnë burre nuk e blen dot. Unë e di që Se është si janë bërë çmimet, nuk e blen dot. Unë e di që është shumë e vështirë për të blerë një shtëpi, por në momentin që ju nuk punoni, sigurisht që nuk do ta bleni kurrë atë shtëpi. Po mirë, me ja tani është burrin punë, ja me merr ai 30.000 lekë në ditë, ç'të bëj me atë? Të ham, të vishem ja. Pranvera, unë e di që jeta është shumë e vështirë, absolutisht. Unë e kuptoj këtë gjë, që gjërat janë bërë shtrenjtë në vendin tonë, nuk ja dile dot më, jo me një punë, po as me 2 punë. Por ka forma nga më të ndryshme që njerëzit ja dalin dhe nuk dorëzohen. Tani kam gjetë një shtëpi tjetër është dika që është me baçe, me të tëra, jepet 20 milion lekë, ka dhe plaçë brenda. Po kur nuk e kam një kredi të butë, në të rrethana jam unë nuk ma japun. Por e ke menduar nëse ti merr atë kredi të butë, si do ta lash? Prandaj nuk e ke përfituar, se ti nuk plotson kushtet. Prandaj është e rëndësishme, dashur pranvera, të punosh, të sigurohesh, dhe kur vjen momenti për të blerë një shtëpi, e merr një kredi dhe e blen një shtëpi. E di mo të redi, po dhe me një rroge me di nuk ble. Pa të ndihmuar dikush që të jetë. E dashur pranvera, si është një ditë e juaj aty? Je nëna e 6 fëmijëve dhe si ja del? Luft çdo ditë. Do ngrihesh në sabat, do të bësh bukën fëmijëve për në shkollë, se këta marrën ushqime vete. Djali është në Kopës, dhe Kopështin e paguan bashkia, është Kopës privat. E kam këtu afër. Djali nuk i jap bukë me vete. 4 vajzat janë në shkollë, bën bukë me vete. Se mua e vogla të vjen orën 12 e gjysmë, maksimum 1. Që më kthehet në shkollë.
Po, gjatë kësaj kohë që fëmijët janë në shkollë, ti ri në shtëpi? Me djalin, bëj na i punë, na i gjell, laj, shpëlaj. Por bashkëshorti... Kam qenë dhe unë. Bashkëshorti çfarë do thotë? Bashkëshorti është normal, një herë në 10 ditë vjen. Rriti ditë e ikën. Jo, çfarë të thotë për situatën, domethënë çfarë do bëni për të ardhmen tuaj? Nuk e se që bëna më të... Në jam me siklet mafja, mi dhe për shtëpi. Nuk dim, na zëpo kanë 100 herë, po s'kemi se që bëjë. Pranvera Haska na tregoi problemet nga fëmijëria, nga abuzimi nga i vllai i saj dhe deri tek jetesa me bashkëshortin Mariglenin, së bashku me 6 fëmijët, të cilët jetojnë në kushte tejet shumë të vështira. Unë dua në këtë moment të hap dritaren për babain e fëmijëve, Mariglenin, për të dëgjuar edhe zërin e tij, pasi dhe ai ka një mesazh për të përcjell ditën e sotme këtu te ky live. Mariglen, përshëndetje. Shëndetje. Unë po flisja dhe me bashkëshorten tuaj, e cila po më tregonte situatën, gjendjen e keqe në cilën ju po jetoni, por pse keni përfunduar kështu, Mariglen, kaq keq? Unë nuk do të flas shumë në këto, po na ato na stresin, na hallet, na problemet, tani dai thash nuk se si të flasë pakun me atë tash po. Ku problemin e kam me këta të bashkisë motrë me vetë kryetarin e bashkisë Flamur Golemi. Se pata një 6-7 vjet që po e lut për punë për gjë, as puna as gjë. Të tëri ka futur, dynja ka futur për puna vete për mua me 6 fëmijë nuk ka asnjë punë ai. Nuk më përfit fare. Prap. Vetën e zyra, e kemi dhe problem në kësaj shtëpisë tani që jemi këtu. Vetën e zyra aty ngretin ato, na këto që janë të bashkive, se unë para pikse shumë këto gjëra po. Gjëra këto e sot nuk se ndje, që i ke bërë plaçka dati ti dash në shtëpia i sot që ajo është për të rregulluar gjërat, jo për të prishur. Vajta sot aty në zy nuk e gjeta më drejt. Mariglen, ti je 45 vjeç dhe sigurisht jeni një moshë të re për të punuar, je babai i 6 fëmijëve dhe sigurisht do të punosh për ushqimin e tyre. Por pse aty në qytet ka dalë nami si kur je rrugaç? Çfarë ke bërë ti që të ka dalë ky nam? Unë sot në këtë kohë që flas me ty nuk kam parazysh ato. Ka dalë nami si në ato vitera që ku kam qenë 15 vjeç, 16 vjeç, 20 vjeç. Në ato kora që si shkjen të njerëzit, në ato kora, kupton, po këta i kena akoma me ato opinion, mendojnë se unë jam ai dikush që kam qenë dikur. Se çfarë ke bërë në ato poti? Po që gjithë ato që bëjnë të tërë, jetën e rrugëve, 50 vjeç, 20 vjeç, do bëjnë atë kohë. Që bëjnë të tërë bëja dhe u, si shaj veçan. As kanë vrarë, as kanë prerë njëri, as kanë bërë gjë. Budalliqet e jetës, ishën të vegjël, vidh një makinë, vidh një aty, vidh një këtu, ja këto. Sot që je bërë babai i 5 fëmijëve, se një vajzë ka silur nga martesa e parë, bashkëshortja juaj, si a del me ato pak të ardhura? Me të keq, unë ikën në shtëpi, nëse pas do e kipran do jetë normal, punoj një 7 orë në shtëpi, po një në 15 ditë vin në shtëpi, një 10 ditë, me 30.000 lekë, vetëm ai male, në kasole e plasmas, për 30.000 lekë. Të njëjtën pyetje dua ta bëj dhe ty, Mariglen. Kur nuk keni para, mundësi, pse keni bërë kaq shumë fëmijë? Tani erdhën ato, tani për jeta, tani u bën, deshëm djem, dolën djem në fund, tani u bën ai shqipi. Ideja për të patur një ideal, sollin jetë shumë fëmijë. Po. Por sot i përballesh me varfërinë dhe pamundësia për t'i rritur këta fëmijë. Me të keq motrën, se këto me të keq po i rritin. Me të keq, të thash vetën më mandit njërë 15 ditë në shtëpi për 30.000 lekë. Si lihesh përpara fëmijëve kur ata të kërkojnë diçka dhe ti s'ke mundësi t'ua blesh? Po tani që të mund të ndim se u të thash, nuk kam qef shumë këto kamera, po ndjem që të barë vetë e fare, po shtë bëj. Se vajza nuk janë vogla, vajzën e madhe që thanu që unë e kam marrë 7 muaj që edhe bëra vetë 15 vjeç sot, ma bërë njeri. E kam marrë 7 muaj që e bëra 15 vjeç. Pastaj letë të tjerë. E kuptoj, vajzën nga martesa e parë ti e konsideron si vajzën tënde, se e ke rritur vetë. Po, e kam marrë 7 muaj që e kam bërë 15 vjeç sot.
Ka dhe shumë lek, mua nuk më duan ato gjëra, se tash më kam shumë këto qef këto kamera ku. Ka dhe lek të saj që ka takuar shtetin ato ku ka që takuar që kupta nuk janë ato tjetrin në përgjithëra, por nuk ka marrë asnjë lek, vajti 14 vjet që nuk merr asnjë leku. Nga babai biologjik. Jo, ku nuk kemi vajtur, nuk kemi bërë, nuk kemi shtipim zonë këta, nuk kemi ashtu se është punon të zezë, punon të bardh. As ka marrë kokë leku. As kokë leku. Ke një mesazh Mariglen për të përcjell? Një mesazh që nuk e di se kujt mund t'i drejtohesh. Ti ke hyrë në këtë live me Odetën për të denoncuar gjendjen e keqe në të cilën jeton. Unë do t'i drejtoj vetëm këtij zotit kryetar të bashkisë së Gjirokastës, jam me 6 fëmijë. Për ditë do më nxjerrja nga shtëpia, o të më gjej shtëpi ose t'ia shpje fëmijët atje të tëra atje zotërisë Flamu Golemi, ose do t'i marr fëmijët do edhe me një fëmijë në abuzat e të paguaj flamurit tëra. Jo, po nuk të lejoj unë, të lutem. Jo këto mesazhe. Po ç'është kjo? Do kam pas. Po jo, të lutem. Nuk i kam qef shumë kamera. Unë jam 45 vjeç, nuk kam një fotografi, se nuk i pëlqen këto gjëra. Po dhe ka gjëra në stresin ato që të flas ti tani. Unë të kuptoj sikletin që ke Mariglen, varfëria, 6 fëmijë për të rritur, që s'ke mundësi, s'ke para, punon, përfiton pak para, shkon nëpër male. Unë e kuptoj gjithë vështirësinë tënde, por unë nuk dua që ti të përcjellësh shëllë mesazhi. Do marr unë fëmijët i çoj te bashkia, te kryetari i bashkisë t'ia le atje, po ç'pun ka kryetari i bashkisë me fëmijët e tu? Apo të marr fëmijët? Ti e me shkollë, u çfarë të bëj atje njeriu se vati 10 vjet që po ta mos shkas nga goja, po talet me mua, çfarë ti bëj? Absolutisht kryetari i bashkisë ka të drejta që të ndihmojë qytetarët e qytetit të tij, se keni qenë ju që i keni dhënë voton, por ama nuk ka të drejtë kryetari i bashkisë t'ia çosh ti fëmijët dhe ti mbaj ai. Fëmijët i ke sjell ti, do përgjigjesh ti për ata fëmijë. Po ta bëra shembull, ta thash si shpreha, nuk e di si ta marrësh ti po. Ai po ta vati 10 vjet që po ta dhe më. Unë lart të durava te shtëpia që isha ndunavat, ta shtëpia vjetë që kishim neve që kam vitur këta fëmijë tunë. Ta kam po më zite çati a kokën. E bëra me shokë me mik, një trak këtu, një trak atje, ja do bëj sot, ja do bëj nesër. Po ti kisha akoma fëmijë aty unë po të kishte çati brenda të tënë. Edhe ai nuk vuri ujë në zjarr. Mariglen, unë uroj dhe shpresoj që ky live me Odetën të shërbej dhe kryetari i bashkisë të reagojë dhe do zoti të gjejë një punë në qytetin e Gjirokastrës ku ti të marrësh një rrogë mujore se të duhet për 6 fëmijë që ke sjell në jetë, ata duan të hanë. Por ama në momentin që nuk siguron një vend pune në shtet, njeriu dhe në vis, gjen punë dhe në privat, edhe punon, edhe emigron, bën sakrifica. Ti ke 10 vjet që pretesh, do vazhdosh të presësh kryetarin e bashkisë. Një 4 vite ndrohen kryetarit e bashkive. U më të po presa tuni, unë të thashë një, unë da inë majmaleve, punoj për 30.000 lekë, një në 15 ditë në shtëpi. Unë atje e kërkoj të vitë të më gjej, jam i pastre më gjanë, se sa kam të gjuar, sa shkollë kam u, të më siguroj shtëpi, po t'i shpje 6 fëmijë. Të ka dhënë bonusin e qeras, ta ka dhënë. Po. Të pagon postin e fëmijës. Ajo zonja nesër më fal. Ajo zonja nesër më kërkon të gjej jashtë me gjithë fëmijë mua, se merr 220.000 lekë në shteti, më kërkon mua tani zonja shteti paguaj më ujë 30 qira tjetër plus asa. Mariglen. Mos pagon dhe toto të dar fjalë. Si të bëj unë? Mariglen, i dashur Po Mariglen. vetë të pasu më fal. Më fal të lutem. Vajta dhe sot e gruaj që të thash. Po sot mua merr gjithë taskat e dilash në shtëpi. Ku do ta dim sot mua dilash në shtëpi? Zonja e shtëpisë? I dashur. A në punën sociale se janë ato këtu. I dashur Mariglen, unë e kuptoj që je shumë i irrituar. Por ti ke të drejta si qytetar i atij vendi, Gjirokastrës, të kërkosh ndihmë në bashkinë e qytetit të Gjirokastrës, pa dyshim, jam pro kësaj gjëje, por mënyra se si ti kërkon llogari kryetarit bashkisë, ku ti çoj ju fëmijët, po nuk të tha kryetari i bashkisë, sillni jetë 6 fëmijë, bëj fëmijë me shumicë, kur s'ke para. Këto gjëra do t'i mendojë ti Mariglen. Je ti babaj, ti i solle në jetë, ti duhet punosh. Edhe unë punoj për fëmijët e mi, nuk shkoj te kryetari i bashkisë dhe kërkoj ndihmë. Po motro, unë i kam rritur mi vajzë, nuk i ka rritur ai. Ai më ka dhënë thjesht një pak ushqime, se si kam bërtur ai as me shkollë as me gjë. Po patjetër, ti je babaj dhe ti ke detyrimin. Më fali se po të lutem, atë pakon ushqimeve që ka dhënë, e ka tallur me nderë, mos s'ka sagoja më të na dhe ta streset mua. E ka tallur, edhe sot e tallën nesër. I dashur Mariglen, unë e kam thënë shpeshherë që Shqipëria nuk është një vend social, sidomos për shtresat e varfëra. Ndihmat që ofrohen janë kaq të pakta që nuk janë të mjaftueshme. Unë jam pro kësaj gjëje, por je vetëm 45 vjeç dhe duhet të punosh. Në kushtet në të cilat ndodhesh, jo një, po 2 punë duhet të bësh. E ke për detyrë të rritesh fëmijët e tu. I solle në këtë jetë, duhet i përgjigjesh atyre fëmijëve sot.
Nuk po e përgjigje më nuk po e përgjigje, ta flamur golemi asin ata kreta që ka qenë para dhe dita. Unë nuk i kërkoj gjatë se unë vdesë dhe atje nuk i kërkoj as sel, ti thon po. Mos ka snagoja për atë, se ai më kanë nxirë tër mua po. Unë atje i them, si s'ka futur të fshatarët e fshatrave që ka bëvan e mban, vetë për mua s'ka puna ai. Se dikur kam qenë rrugat që të thash atë po. Që do të dia kush kam qenë, ku sem kush jam sot. S'punga ai se kush jam që të bëj biografin time në rruga po lokale. Kush jam mos kam brar as njerëz atësh, as kam bërë në një gjë këtje. Kur isha 50 vidja makina, vidja dyqanera, si në atë mosh, nëse 56. Kush da i të bëj biografin tim? E kush kam qenë para 30 vjetë. Unë atje si kërkoj që i se dua një punë. Një punë, vata 10 vjetë që lutë, 8 vjetë, 7 vjetë, që vajti në shtetë që është. Vete për mua s'pas ka punë kështu, se për të tërë, dita ditës fut njerës atir punë. Dita ditës fut njerës. Unë gjirastin të bëjtire gjithë bizneseve private në zonën e Gjirokastrës, ose në ndjekin dhe ka një vend pune, mund të ta ofrojnë që ti të punosh, që ti mos të largohesh në mal me ditë të tëra, ti jesh larg gruas, larg fëmijëve, të cilët kanë nevojë për ty. Por të gjesh një punë aty afër në qytet, që ti jesh dhe në shtëpi në mbrëmje në darkë, ti jesh me familjen tënde. Po të them atë, se unë tani para 10 ditë unë brava, unë do të vdeku. Jam i sakatuar në mes se më kaloi kali me dru bi vetë mbi trupin tim. Pra se po me gjithkali më kaloi kali me gjithru. Po të kisha vdekur, po se ti mbante këta fëmijë. Jas më lazo t'ja sa katazi, po jam brat bëna, sa su vajza u vizitova asgjë. Ka bra muskrita vesh, ka nuk e di si jam bra. Shqysh zotit që je mirë. E qartë, Mariglen, unë të falenderoj që ishe në këtë live më odetën, ta uroj me zemër të bëhet me e mira për ty dhe për fëmijët e tu. Faleminderit. Të përshëndes. Faleminderit ju. Ndër të jeni mirë. Me zi kam rritur këta fëmije dhe dua më të mirën për ta. Për këtë po. Për të drejtat e fëmijëve të mi nuk do ndaloj së kërkuari. Për që kanë me të pas të meten, nuk ka gjë. Zoti do t'i gjykoj të gjithë njerëzit në vi. Pra vera, unë të uroj më të mirën në këtë jetë, si ty dhe 6 fëmijëve të tu. Më vjen shumë keq për këtë që dëgjova sot, ajo që të ka ndodhur në të shkuarën, një shkuar që ti e ke mbyllur atë kapitull dhe sot lufton dhe punon për fëmijët e tu. Jeta të mëson me shumë halle, me shumë, unë që e vogël ka vajtur për bime, jam mësuar duke vuajtur e jam mësuar se vi në një shtres, se varfër për vete, sa do në fshat, kemi patur baki e kështu po. Prap dhe ne të varfër ishim, po është më mirë t'jesh i varfër edhe me ndekë, se sa i pasur edhe me tu. Unë të falenderoj pra vera, të falenderoj që ishe në këtë live më odetën dhe ta uroj me zemër të bëhet më e mira. Po i thirrje, unë gjithë jetën time për partinë aktuale kam votuar edhe për atë votoj, edhe prape nuk jam pishmën që a jep votën, po të paktën të vëjën dorën në zëmër për fëmijë. Nuk kam nevojë për lëmosh, dhe nëse më ndihmon dikush, i faleminderit siç më kanë ndihmuar, po unë kryesorja dua shtëpizëm. Dua një shtëpi ku të fut 4 vajza dhe 2 djem. Jo vetëm time. Se unë dalgët e jetës më kanë mësuar, më kanë hedhur në fund të detit dhe më kanë kryer prapë në rrë. Po të paktën vajzat e mia mos të vuajin, mos të jenë fëmijë që s'duhet të jenë, se unë mezi kam rritur. Edhe gjithë ato sherret që të thash, edhe ato debate që kam patur me burr, kryesorja kjo ka qenë. Se kur nuk kemi qenie në shtëpi, kur nuk ke një shtëpi, edhe burri mund të hapi një gotë raki, po dhe mund të bëj sherr ose mund të thoj pse s'është ajo, pse s'është kjo. Një njeri që më ka ndihmuar më në jetë ka qenë ajo teza, ajo më ka ndihmuar goxha, po prapë për ta siguruar një shtëpi akoma më qanzëm. Unë nuk dua luksin, po të paktën të kem dhoma një kuzhinë fëmijët e mi. Që të është e fëmijëve të mi. Ta uroj me zemër. Sinqerisht ta uroj me zemër. Unë prapë dhe krijetarit motrë nuk janë edhe poshtë se më kanë ndihmuar, siç kanë ndihmuar dhe të tjerë. Mirë e dashur pranverat. Faleminderit që ishe në këtë live më odetën. Ta uroj me zemër të bëhet më e mira për ty dhe fëmijët e tu. Do përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit dhe ti. Miropafshim. Të përshëndes. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse keni një koment për historinë e kësaj nëne, e kësaj 34 vjeçare dhe bashortit të saj Marigleni, mund ta bëni poshtë kësaj video.
por gjithmonë të jenë komente pozitive. Këtë që ua kërkoj të gjithë ju që hyni në kanalin tim në YouTube Odeta Dume Mandro. Nëse keni për denoncuar një histori, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698. Dhe këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni këtu në YouTube ku unë çdo ditë ndaj me ju histori njerëzore. Faleminderit!